Neri, këtu jemi tek taverna rustik, unë nuk jam vetëm, por jam bashkë me Naimin, përgjegjësin e kuzhinës, këtu pra tek taverna rustik. Gëzuar Naim. Gëzuar Neri, gëzuar për shumë vjet, i urojmë gjithë shqiptarët një vit të mbarë. Si po ndjehesh sot në këtë ditë? Besoj se prontimet jeni këtu. Kemi pas shumë pronotime, vazhdojmë kemi dhe sonë ndarë prap kemi pronotime. Sot kemi marrë mbretin e tavolinës të vitit të ri. Gjeli i detit. Sot të kalojmë tek gjeli i detit, unë do doja të dija ti ku do ta kalosh vitin e ri. Tu, ke taverna rustik. Dhe gjithë natës, kam përshtypjen. Gjithë natës është hapur, është gjithë natës sonde është hapur. Një sekret, sa gjela ke përgatitur për mbrëmjen e Normali nga mbrapa, ti shikoj ti ka dhëja nga mbrapa. Dakor. Gjithsesi kam përshtypjen që këtu janë fluks, le ta themi, të personave që festojnë vitin e ri. Po, si ditë ka pasur. Ndonjë gjë të veçantë që do të organizohet sonte? Sonde gjatë veçantë më do jetë mas orës 12 natës do jetë pasaj më fjalë tip koktej për shumë njerëz që mund të ketë pa ftuar, pa pronotuar dhe që mund vinë. Çdo kush është i lirë që të vijë tek taverna rustik përveç atyre që kanë prenotimin. Do të ketë muzikë live? Jo, do jetë me karaoke me DJ. Dakor, karaoke dhe DJ, dakor. Atëherë ne fokusohemi tek gjeli i detit. Të gjithë dim ta gatuajmë në shtëpitë tona, flas për anvisat, gjelin e detit, pasi është tradicionale. Por në fakt do doja të dija si do të na gatuash ti, sepse shoh aty presh apo pras, siç e thuhet ndryshe në gjuhën popullore. Pak gjalp, sigurisht në energjik, piper i zi, krip dhe gjelin këtu. Ç'kemi? Grupe o mirë. Po, sot do ta gatojmë gjelin e detit me përshesh. Ke marrë gjelin e detit, një dorës presh. Mund ta gatojmë dhe me qep ose me presh. Nuk është që e ka vetëm ose me qep ose vetëm me qep ose vetëm me presh, por është në dëshirës. Po pse faktikisht sot ke përdorur preshin? E bën më të shishun? Jo, e zollon preshin sot sepse është më i freskët se sa qepo, më njom. Po prandaj zollon atë. Gjallë, pak energjik për aromë, kripën. Dakor. Atëherë ja shohim gjelin. Gjelin mund ta marrim më direkt, mund ta fusim në furrë. Me pak ujë që mos na digjet të nxehtë edhe pak ujë në fund, por ne do të japim pak një val, do ta zgjim pak, fillimisht pastaj do ta fusim në furrë. Për rreth sa minuta? Po mund ta zgjim për rreth 10 minuta sa të marrë një val gjeli. Donja te provën e pirunit, po. Dhe pastaj do ta marrim ta fusim në furrë. Po, okay. Janë këto momente duke futur gjelin duke e zirë në ujë. Të marrë një val mirë, dhe pastaj do ta marrim do ta fusim në furrë. Në furrë do të hedhim pak ujë, pak yndyrë tjetër, që dhe ujin të hedhim që mos na digjet tepsia në fund. Do të vëmë gati për 1 gjysmë ore. Do ta shohim me piron derisa të jetë gati i tjekur. Dakor. Ndërkohë blejmë gjelin që të zije për çepin e vet. Pasi shohim që gjeli është zier, ta marrim një val mirë, e marrim dhe e fusim në një tepsi për ta futur në furrë. Do t'i hedhim pak yndyrë dhe vaj dhe pak ujë që mos na digjet tepsia. Sigurisht Naimi ka shkuar tek furra për të tërhequr gjelin, ja, ku po e shohim. Sigurisht që tani është bërë më i shishëm me këtë ngjyrë, Naim, e mori gjelin? Po, tash do bëjmë skuqëm gjelin. Si do të veprojmë me bukurën e mitrit që ta realizojmë për shesh? Do marrim gjalp. Dhe hedhim këtë nxjerrje. Mi futur gjalpin, që bëhet gati në moment, gjalpi desa shkoj gjalpin e grim prasin. Gjalpi futur rreth 150 gram gjalp. E hedhëm ke tenxhera, japim një të skuqe të lehtë. Pastaj do të marrim langun e gjelit që kemi hequr nga furra. Do ta hedhim. Shikojmë që është gati për të hedhur ujin. Pra si është skuqe, ka marrë atë ngjyrën e vet. Hedhim lëngun e mishit, e cila na ka tepruar nga furra. Hedhim atë. Hedhim bukën e mishit. Që e shikojmë që është më e trashë, hedhim prapë
shtojmë me kamën e mishë që kanë ka përruar. Edhe në gjikun për aromë, edhe në dhe pak krip, se krip kemi hedhur dhe ke gjeli kur është zirë, dhe kemi që edhe pak dhe përsheshi është gati. Përsheshi është gati tani. Marrëm dhe servim ke pjata. Shikojmë që dhe prasi ka dhënë një ngjyrë të bukur. Tani shkojmë afër gjelit. Afër mbëjtit vitri. Gjeli tani është gati, mbasi kemi mbaruar dhe gatimin e gjelit me përshesh, ju urojmë gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri. Taverna Rustik. Pas fillojmë.